Një ngjarje si në film aksion. Shqiptar e serb në parkingun e një qendre tregtare. Kjo ishte skena një grabitje të armatosur që ndodhej në pikë të ditës në parkingun e Albi Mall të hënën. Protagonist ishin 4 grabitës dhe 3 punëtorë të një kompanie të sigurimeve. 4 të dyshuarit e sulmuan me armë zjarri furgonin e një kompanie të sigurimeve që po transportonte të holla. Qëllimi kishin grabitjen e parave. 3 rojtaret e parave ja kthyen zjarrin të dyshuarve, por nuk arritën t'i ndalin ata të cilët u larguan nga vendi i ngjarjes në drejtim të lagjes Hajvalia me një vetur pick-up me targa të huaja. Para se të arratiseshin edhe nga aty, e dogjën veturën e krimit. Më vonë gjatë ditës kjo vetur u gjetë djegur nga ekipet policore në rrugën Pal Melushi në Hajvali. 3 veta tashmë ndodhen në arrati, por jo dhe Milosh Vukojević, një 25 vjeçar nga Leposaviqi, i ndarë nga grupi i grabitësve pas plagëve të marra në përleshjen me armë. Qytetari kosovar i nacionalitetit serb dyshohet se ka hapur zjarr ndaj Fahri Ademit, një 42 vjeçar shqiptar nga Vushtria, i cili ndodhej në anën tjetër, pjesë e ekipit të kompanisë së sigurimeve. Lokalizimi i Vukojevićit erdhi krejt rastësisht kur ai me plagë të rënda kërkoi ndihmë në qendrën emergjente në Graçanic disa orë pas sulmit. Kjo i vendosi në lëvizje njësitet policore të cilat reaguan menjëherë me të marrë informate nga spitali. Gjendja e 2 të plagosurve, viktimes dhe të dyshuarit, është e rëndë, tha sot shefi i klinikës intenzive të QKUK-s, Shaqir Uka. Në momentin prezentojnë të vjen në gjendje edhe matutje jo stabile dhe për shkak të plagëve të cilat Prokuroria tha të shtunën se e ka ndaluar të dyshuarin Vukojević dhe po kryen hetimet e nevojshme për zbardhjen e plotë të rastit.